vërtet Troplini ka një numër shumë të kufizuar dosjesh, që si pas një statistike përbëjnë gjithsejt 0,3% të gjitha dosjeve të Shqipërisë, por këto dosje janë dosjet e miliardave. Ato vërtet janë 0,3% si numër, por ato janë dosjet e miliardave të vjedhura qytetarëve shqiptarë. Janë dosje që peshojnë sa toka. Dhe që ai i mbyll i stisë si do në vetë. Zoti Berisha, përse akuzat publike ndaj Dumanit, Partia Demokratike nuk i bën zyrtare me qëllim nisjen e hetimeve ndaj tij për shpërdorim detyre sipas akuzave të Partisë Demokratike? Ne kemi dërguar edhe ndaj tij sa përdjeni. Janë refuzuar. Nuk mund të hetohet ai. Ne kemi paraqitur akuzat direkt ndaj tij. Po nuk ka, është mbi ligjet, mbi kushtetutën. Ai është vetëm direkt i varur nga Edi Rama. Por kjo, më falë, Anisa, çdo njeri, po të kishte kompetencë, do të niste hetimin kryesisht. Se këtu janë element konkret. Ai quhet Kreshnik Faruku, ekziston apo s'ekziston? Është nga Manza apo s'është nga Manza? Është arrestuar nga gjykata e Durrësit apo s'është arrestuar? Është marrë dosja e tij nga Skapi apo s'është marrë? Ishte në gjykatë të lartë apo jo? Është shumë e thjeshtë. Dhe ky nuk është as i vetëm, po ky është me zbërthyri, po. Ky është me zbërthyri nga gjitha, se ka patur raste tjera, edhe e kam ndjek se unë i ndjek këto. Ç'keti? Ja, me duhet mua tani ta hetoj këtu, ta hetoj të marr 5 milionë. Çoj atje hetoj denohet atje, pastaj mas të marroj denimin atje, ose shko hetoj bashkë me ta atje, më thonë. Ja urdhë ku del. Problemi ti. Zoti Berisha tashmë është zyrtare që zëvendës kryeministra Belinda Balluku është nën hetim nga SPAK. Ajo refuzoi të shkonte një ditë më parë për shkak të një vizite në Bukuresht, ndërsa sot u shfaq duke prezantuar drejtorin e ri të portit të Durrësit në një aktivitet që duket se është censuruar nga Edi Rama, që nuk e ka përshfaqur atë në rrjetin e tij social. A mendoni se do ta lëshojë Edi Rama Belinda Ballukun njësoj si Erion Veliaj, dhe a mendoni se edhe Balluku do të ketë fatin e tij? Faleminderit. Tani, kur korrupsioni i saj me Edi Ramën u bë sa mali dajti pa krahasueshëm, dhe unë u thash, vetëm disa afera së bashku bëjnë 2 miliardë, të kontrolluara në Komisioni i Shtetit. Por ajo, deri një vit më parë, ka administruar në portofolin e vetë 12 miliard euro. Unë ju garantoj ju që nga këta 12 miliard euro, të paktën 10 miliard janë vjedhur dhe shpërdoruar. Sepse unë kam sensin e asaj. Sa kushton kjo, sa kushton ajo. Pra, në këtë rast, Rama se që ka gjetë një supervizim, 1 milion euro, si punë e fustaneve të Velicës. Dhe këtu i thotë, s'kam kështë të bëj tani, thotë. Rama mendon se shpëton në këtë mënyrë, por Rama është përgjegjës kryesor dhe nuk do shpëtoj kur nga vjedhjet e saj. Në qoftë se ka një njeri që ka vjedhë së bashku me Ramën, të paktën për i 20 e sa vitesh me radhë, është Lubi Balluku. Kjo është e njohur.
Kështu që apo përpiqet Rama, edhe ato që thotë se i bëri presion këtij atij e gjitha, është skema e Velis. Ju kujtohet ju? I çoi punojësit të gjithë e rrethuan skapin. Ju kujtohet fjalimi. Empatia që tregoja ai për djalin e Erionit, që s'kish kushtachon të këtu dhe aty. Pra, Rama sigurisht që po përpiqet të mos zë brenda mos e zë brenda mali që po shemet. Po Rama është kryesori, të jemi të sinqertë. Lubia ka shumë, lubia është hajdutja më të mërshme, më pa përmajtur e 113 viteve shtetë shqiptar. Pas Edi Rams. Zoti Berisha, ditën e djeshme në Kuvendin e Shqipërisë u ngritën 2 komisionet e posaçme për reformën zgjedhore dhe ato territoriale. Nga artikulimi publik që është bërë nga mazhoranca, ka deri tani 2 kërkesa, mund të themi, apo 2 mendime sa i takon këtyre reformave. Uljen e numrit bashkive dhe uljen e numrit të deputetëve, nga ishte 40 në 101. A jeni ju i gatshëm që të ulenin në tryez me Edi Ramën për ndryshimet e kushtetutës? Tani, ka dhe një mendim tjetër, që është i kahershëm, në qoftë se hyrë dhe në anale. Edhe, po, është 25-30 vite më parë, që vendit bëhet me 2 dhoma. Këtë dhomën e lartë, Senatin dhe dhomën e Parlamentit. Unë jam dakord me këtë. Jam dakord me këtë variant. Sepse sa do pak, po në qoftë se ndërton Senatin, jo si institucion blokues, se me blokim shteti nuk bëhet, nuk ndërtohet, por si institucion frenues, do të themi në një farë mënyrë, atëherë i bën një të mirë vendit, ku një mazhorancë, pra, Senati është i dobishëm. Shumë vende e kanë, ka të tjera që nuk e kanë. Shqipëria në rast se ngre një senat, vendos të ketë senat, atër pa diskutim që do të paksoj numrin e deputetëve. Kjo për këtë. Për bashkit jo, nuk kemi për zvoglim e numrit. Më shumë, më pak? Jo, unë them tjenë më shumë, por, ne kemi vu një kusht që është pranuar. Kushti ynë është që në Komisionin për Reformën Zgjedhore tjetë Odiri, i pranishëm e të ndihmoj, në Komisionin për Reformën Territoriale të jenë ekspertet e autoritetit, e Kongresit të autoriteteve rajonale dhe lokale të Europës, pranë Këshillit të Europës. Kanë ekspertizën më të shkëlqyrë, më të mirë në ndërtimin e pushtetit vendor. Pra të kthehemi te pyetja e parë, jeni gati të ulen në një tryez me Edi Ramën për të prekur dhe kushtetutën? Tani nuk ka asgjë për prekje kushtetuta aty. Reformat janë, por në qoftë se është problemi për të përcaktuar Senatin e Republikës në kushtetut, po, jam gati, s'kemi asnjë kompleks aty ne. Sepse besojmë që është një institucion i dobishëm dhe jo duke rënduar buxhetin e takspaguesve, por duke zvogëluar numrin e deputetëve. Për sa i përket kjo thuja, reforma vendore nuk ka nevojë për kushtetut. Jo. Ju siguroj që s'ka. Mirë. Shumë faleminderit.